që tu sonte as një lloj respekti di që ka vëzu. Sonte ki fy në maksimum ki fu. Mashtrues vet. Okej, në maksimum ki fy. Në maksimum ki fy. A mund ta kalojmë këtë moment se ka marrë dhe më respektu, po këtu po ky ka marrë respekti s'është me thon propagandë. S'është me propagandë. Absolutisht. Qysh dush flas, asnjë lloj problemi, nuk lejoj me bë propagandë. Kaç. Do unë i pagat që mu ballafaqovi këta. Vazhdoni më kon, po jo, nuk lejo më fyas më ofendu mu. Se ej, më fyj më. Por ti na fyve neve këtë veç në studio. Disa më thënë që të gjithë janë propagandistë. S'ka lidhje me mua fu, son jam gazetar. Jo, unë e kërkova një shembull. Cilla media ka bërë propagandë, nuk din me na vend djali. Opinionin vazhdoni mashtrani propagandën. Viktor, apo mendon që kemë fituar si Faton Pese mas çiti zhvillimja. S'ka zgjedhje. Lëresh më në shku, s'ka problem. Faleminderit që Okej. A njëri përgatitet për zgjedhje tashme mendon që i mashton shqiptarët prapë edhe një herë. Shkojmë tutje. Menoj që kjo gjuha polarizuese edhe që kjo spektakli ka dëmtu edhe median. Pra edhe tash po shohim këtë studio spektakl, po shohim që se akuzash që nështë shumë ma mirë është na me argumentu. Lëvizja Vetëvendosje është partia që ka përdor mas miri media në Kosovë prej 2004-ës.